Në afër fesës Bajramit. Unë se di kush është fesa e Bajramit. Nuk e festoni? Ja, absolut. Tash një manë në kuptim i ka hu vlera se kam rri pasunia tana përpara i kem prit sa të Bajram me pas ti ushtim pak mirë tash e kem bërë ditë ato. Çish ka qenë ky muj për juve? Kemi rinuar normal. Çish ka shku? Mirë se me vullnet e kemi rinuar kur s'ka kashtim me zër. Po. Shumë mirë kemi pas. Tash jena edhe afër Bajramit. Sa mendoni që ka ndryshu Bajrami prej viteve të kaluara? Fesat. Bajrami është Bajram, pa marrë parasysh. I njëjtë është Bajrami, 5.000 ditë ashtë. Sikur dikur që ju Po s'është interesume, gjithkush del me atë mendimin e vet, me atë dëshirën e vet, shkon gjithkush. Çish keni me prit ju fesën? Normal, si çdo herë. Çish? Normal, si çdo herë. Po çish e pritni? Me familje, Me familje, vjen dikush me na vizitu, shkojmë me dikush. A ju paksu njerëz, nuk po dalin ma si dikur? Përpara jemi shku të njëri që të të ma shumë, po kuptan? Zjo me dalë me shku në familje, tash është pak ma pak me si po, ka ala, ka si qenë. Pse po e nën që jenë zbej që të dalet? Ja, nuk janë zbej, ajo është mendimi njeriut. Shemull Bajrami është për gjithë. Feja muslimane për gjithë, Bajrami në kemi pas gjithë. Gjithë ka shka drejtimin e vetë, punë të vetë, afen e vetë, gjanë normal është aja. Zdi që po në vesin për fej, kështu pa lidhje, për sene pa lidhje. A që ka shka drejtimin e vetë, dëshirën e vetë, orientimet e veta. Shka këtu kur farë pyetje pa lidhje, kjo jo kjo kësi, jo kjo se qa është aja. Cila pyetje pa lidhje? Që për shemull vetë për i një shumë të sene kështu pa lidhje. Jo kjo kësi, jo kjo ase s'ka. Kjo ase kjo kësi da djenë një krejt, po gjithë ka shka fejnë e vetë. Miru po shumë të më. Në fundit Ramazanit, si ka qenë kjo muj për juve? Kjo ka qenë si kur muj tjerë të vitit, normal, si muj të shqiptarë. Jena afër fesës Bajramit. Unë se di kush është fesa e Bajramit. Nuk e festoni? Ja, absolut. Në rregull. Unë jam shqiptar, vetë shqiptar jam. Në rregull, faleminderit. S'kam lidhje me ato gjëra. Ja, s'kanale, po është për të thënë mirë, kena kaluar. Qysh po pritet me festu Bajramin? Ç'e festoni? Normal, si kush do herë. A ka ndryshu prej viteve të kaluara festa e Bajramit? Ndoshta ka ndryshu pak ma, është zbeh pak ma duket, po mirë është. Sa natën e parë, ku keni me kalu? Në shpe. Në shpe? A i ka hub vlera Bajramit? Tash një manë në kuptim i ka hu vlera se kam rri pasunia tana përpara i kem prit sa të Bajram me pas ti ushtim pak mirë tash e kem bërë ditë ato. Apo dalin ma njerëz sa jo? Dalin ma pak. Ma ndryshe se tjera? Ma ndryshe se tjera.